meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të mira dhe të përzemërta që Ati i takojnë. E lavdërojmë e madhërojmë shumë atë i cili na krijoi, i bëjmë lavde të mëdha Atij që na bëri prej njerëzve, dhe falenderojmë pafund dhe madhërojmë atë i cili na bëri prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve dhe besimtareve dhe prej atyre që me lejen e të Madhit Zot kanë qenë agjërues. Dëshmojmë në këtë xhuma me dëshminë e madhe të shahadetit që i Madhi Zot është një dhe një i vetëm. Dhe Muhamedi a.s. ishte njeri si gjithë ne i veçuar me shpallje hyjnore, i veçuar me Islam. Vëllezër motra të nderuara, ju begatoftë i Madhi Zot, në Ramazan përgjithsisht dhe natën e Kadrit veçanërisht, shpresojmë shumë nga i Madhi Zot që i dha këto dy bonuse hyjnore për të na arritur neve mëshira dhe begatia e pafundme e Zotit tonë dashur. Shumica e dietarëve kanë thënë që nata e Kadrit është në natën e 27 Ramazanit. A është 100%? 100% jo. Se si që kemi thënë dhe më përpara, kur doli profeti a.s. dhe ja tha Xhebrail Emini me dhënë me datë, dy musliman po uzinin me njëri tjetrit, po bënin debat e kishin egzageruar. Dhe profeti a.s. për i kësaj e haroi me dhënë me datë natën e Kadrit dhe tha, ndoshta i Madhi Zot ma bëri të haroj dhe tjetë për më hajër. Muslimant nuk do të me bë debat, muslimant në asnjë mënyrë nuk mund zihen, as muslimanet me njëra tjetrën nuk do të bëjnë debat dhe të mërzisin njëra tjetrën, se edhe natën e Kadrit dy musliman që po uzinin apo bënin debat e ngretën lart, e haroi profeti alayhis salam. E ky ishte leksioni i madh që muslimanët janë vëllezër kur janë sinqertë dhe e kanë besimin me sinqeritet. Kur vinë në xhami me sinqeritet dhe kanë besuar të Madhin Zot me sinqeritet, nuk mund bëjnë debat dhe nuk mund zihen. Se edhe nata e Kadrit u ngrit lart. Tha profeti alayhis salam, ndoshta që unë e harrova është më hajër, dhe në fakt e vërtetoi ummeti Islam që është më hajër, më e mirë. Sepse sot janë 2 miliard musliman në botë. Ta kështë dhënë profeti qartë që është me natën e 27 dhe mbaroi. Zot i madh, edhe Ramazanin s'kishin për ta agjëru disa që thosh hajse mjafton nata Kadrit që duam Ramazanin tani. S'kishte për të ndodhur, ju begatoftë i Madhi Zot, që ummeti Islam kudo që janë me miliarda janë ngretë si kollozët e mëdhej, si gjigantët e mëdhej të Ramazanit dhe po e mbushin të 10 ditë në veçanti me lexim Kur'ani, me falje, me namaz natë, me namaz dhe teravive, dhe kanë bërë natën si ditë. Kjo bëhet sepse është përcaktuar që nata Kadrit tashmë është në 10 netëshin e fundit apo 10 ditëshin e fundit. Dhe kjo u kthy në hajër se gjithë secili që mundohet për 10 net e 10 ditë e ka arrit në natën e Kadrit, po ka shtu dhe mirësi tjera pafund. Dhe doli e fjala e profetit alayhis salam që ndoshta ma bëri i Madhi Zot ta harroj, sepse do jetë më hajër dhe më hajër doli. Sepse 10 ditë njeriu ja bën kabull vetes tij.
për t'i nda dhe për t'ja kushtu me të madhit Zot, dhe të marri begatinë e natës Kadrit, të 10 ditë që të fundit Ramazanit, e të afrohet me shumë me të madhin Zot. Vëllezër motrat nderuara, si ka hije muslimanit edhe muslimanes. Besimtarit dhe besimtares dalin nga minimumi nga ky Ramazan me 5 mirësi. Me 5. Minimumi duhet dali me 5, asnjë nuk zbret më u bë 4. Këto janë kufiri, këto janë viza e kuqe. Më poshtë se kjo, hasha lillah. Kush janë 5 gjërat që zguxon dali muslimani dhe muslimania pa to? E para, falja e të madhit Zot në Ramazan. E dyta, mëshira e gjithë mëshirshmit me u fitu në Ramazan. E treta, nga që po jetojmë këtë botë, me të madhe, me ju lutë madhit Zot dhe me i kërku që gjatë jetës me begatu ty dhe familjen tënde dhe me begatit pa numër të as mundet dali i musliman dhe i muslimane nga Ramazani pa këtë. Qoftë se këto treja janë themeli i madh i mirësive, duhet me i gjua ato 5, se në Ramazan me lejen e të madhit Zot duhet që njeriu të fitoj dhe 2 gjëra tjera, të fitoj xhenetin e përjetshëm dhe të shkruhet emrin xhenet dhe të shpëtoj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Vëllezër motra nderuara, ju begatofti i madhi Zot. 11 muaj edhe kompjuteret e NASA-s me i mor, që janë më të mirat në botë, e me i thonë në vetes tonë me kompjuteret bashkëkor 2016 mi numroj qik gjinafet që ku ke hynë moshën madhore deri tani, sinqerisht asnjëri prej nesh unë i pari e me radhë si numrojmë do të sa kusure i kemi të madhit Zot i qofshin fal. Shumë. Se njeriu është gabimtar. Njeriu ka kusure, e ngjës jemi. Por me kompjuteret e fundit me i fillu me i bë llogarit vështirë se e gjem. Por mos haro se ke qenë tokën e të madhit Zot, i mbulum me të mirat e të madhit Zot, me ushqimet e të madhit Zot, me të pijat e të madhit Zot. Çdo sekond ke qenë duke u kënaqur me ato dhe ja ke kthy të madhit Zot me gjinafe, me mëkate. Ky është realiteti i çdo kujt prej nesh. Por i madhi Zot ka qenë duke të shikuar se ai shikon çdo çast, çdo kënd, gjithkënd. Dhe nuk na ka dënuar qofshim fal. Nuk na ka dënuar. Me hak edhe me drejt, kishte ndërhyr me drejtsinë e vet. Thotë e mbulova filanin me të mira pa fund, ma ktheu me gjinafe dhe po jeton tokën time, në pronën time që ja kom fal, sikur e ka të vetën, sikur e krijoi vetë, sikur krijoi vetën, sikur i krijoi ushqimet e pijet, sikur e krijoi shikimin e dëgjimin vet, e tani po bën tokën time që ja kam dhuruar çfarë doj ai dhe po bën gjinafe, a edhe unë e dënoj. Jo, elhamdulillah. Jo. I madhi Zot nuk na dënoi. Por veç kësaj na dha i privilegj madh, na solli në Ramazan. Na futi neve 10 ditë të fund, kjo rahmeti i madh i Allahut xhelle xhanu që s'na e mori shpirtin ose të na dënote përpara se të vite kjo. Ky është Zoti jon i dashur. Ky është ai që përshkruhet në Kur'an si më mëshiruesi i mëshiruesve. Ky është ai që e hapi librin Kur'anin famlart me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit gjithë mëshirshmit mëshirëplot. Ky është Zoti jon falësi i madh. Ky është Zoti jon i dashur me krijesat e tij. Ky është Zoti i buti, i dhëmshuri. Ky është Zoti i gjithësisë. Ky është ai që na krijoi. I qofshim fal sa i mirë është ai me ne. Tani nga Ramazani duhet ne me i kërku këto ditë që kanë ngel. Kur Ademi dhe Hawaja bën bash gabimin, thanë Rabbena, drejt, ku do shkojmë ne? S'kemi ku shkojmë. Ne do pranojmë para gabimet tona. Si kam qef ato xhallar fare që dëgjoj xhamat kështu e largoi ti gjinavi, Allah, pse ti si ç'a bën ti u bën engjëll kur u bën hoxh, po ti si gjithë tjerë atje, edhe ti gjinafshari edhe ti me kusure edhe ti njerije, se ka ca xhallar rrin gjithë ditën duke gjyku xhamatin, sikur po rrin me Xhebrail Eminin gjithë ditën dhe unë dhe Xhebraili jemi aty tani. Bëjmë kush jeti? Pra Zoti i madh do të më pranojë ne të gjithë herë që jemi me kusure, që jemi njerëz, që edhe nëse jemi mirë për çastin, ne nesër më nuk dihet, shejtani mallkum ka skemat e veta dhe ti ndoshta se kupton veten se si tumbi, prandaj i pranojmë dobësit tona pafund gjithë secili për nesh është gjëja e parë. E pranoi Ademi alayhis salam dhe Hawaja dhe i tha Rabbana, zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. E madhi Zot, ja ku jemi fajtor përpara teje. Kemi bo vepra të këqija, na kishë begatu me të mirat e tua të pafundme. Qofse i madhi Zot je hidhrus, na fals, na mëshiron, ne u shkatrum. Drejt, kështu duhet me ja thonë Zotit madh. Ademi dhe Hawaja i thanë, i madhi Zot jemi fajtor. Qofse s'na fal, nuk na mëshiron, ne humbëm. Pse thash duhet patjetër me fitu në Ramazan rahmetin
edhe me fitu mëshirën dhe faljen, se jemi të shkatrum lloj tjetër. A ka mundësi me fitu, po të begatoft i madhi Zot, deri sekondin e fundit që do hyj Bajramin, e duhet me ja thon madhi Zot drejt, i madhi Zot, mos mble mu pa faljen dhe pa mëshirën tënde, se ti je falës edhe mëshirues i madh. Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besuar, pendoni ke i madhi Zot me pendim sinqert, duke i thënë të madhit Zot me zemër sinqert. A pse mbaroi hyni Bajrami e ti që ishe mirë në Ramazan, ja po ta them unë drejt tu në xhami, s'ke për ta njoh veten se do shkosh prap ke gjinafi. A do drejt apo jo? Mos të mashtroj të them që maro Ramazani po. La ilaha illallah s'bën me gjinaf si për toke. Jo me jo gjinaf do bësh prap. Më do ish realitet në jetën se do bëjmë të gjithë, se në Ramazan ka një imunitet ma se lidhen dhe ato të mallkumit. Do marrë Ramazani, do hymë prap në jetë në përditshme dhe prap do bëjmë në gjinaf në një mëkat. Do mundohemi maksimalisht mos i bëjmë për njeriu ky është. Për këtë arsye duhet më i dhon fjalën madhit Zot që do përpiqemi madhit Zot mos bëj gjinave dhe do përpiqem të jem njëri shembull joti, po njeriu prap bën gabim. Pse e them këtë? Pse bëhem kaq realist në ligjërat? Sepse ti gjithmonë do t'i thush madhit Zot sado që shkosh në mëkat. Dikush dhe kam përmend dhe më përpara, s'du mu fal, pse të begatofti madhi Zot, sepse kom bërë shumë gjinafe. Unë s'du që ta gjiroj, pse të begatofti madhi Zot, sepse gjinavet e mia s'ka gjë që i mban, se Zoti s'mdon mu se kam bërë shumë. Jo, kjo është e shejtanit, e Rahmanit, kur ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah. O ju një robërit e mi që e keni ngarku, o njerëz që e keni ngarku veten me shumë gabime, mos e humni shpresën nga i madhi Zot. I fala i gjitha gjinavet, ky është Zoti jon i dashur. E rëndësishme është që ti atë se mohon, falje dhe mëshirë kërkon, ti jep i madhi Zot. E treta, çfarë vlerë ka? Musliman po, muslimane po, besimtar po, besimtarët begatoft i madhi Zot po, çfarë vlerë ka që hyre në Ramazan, dole nga Ramazani dhe nuk të pranoj i madhi Zot si besimtar dhe besimtare me të begatu me të mirët e veta të pafundme. Ka shumë shanse në ata kadrit, është kryevepra e kësaj. Ramazani ka ja'akum shahrun mubarak, ju ka ardhur juve i muaj begat nga të gjitha anët. Ti ke shumë shanse bashkë me familjen tënde që i madhi Zot të shkruaj ty caktimin e mirësisë së madhe për ty dhe familjen tënde. Këtë duhet me fitu në Ramazan, se shkuptim pati për çfarë po jetojmë në sekondat, minutat, orët, ditët, javët dhe vitet e kësaj bote, të jetojmë pra me begatinë e të madhit Zot, me furnizimet e të madhit Zot, në kujdesin e të madhit Zot, që derisa të vi koha me dhënë shpirt ne të jemi dinjitoz në jetën që bëjmë, nuk të lëni madhi Zot paris. Orë është i dhënë ju besimtarëve. S'meritojnë kur gjë. Asnjëherë s'kan thonë faleminderit Zot që jemi dhe. Do të lej ty vlla dhe motër të begatofti madhi Zot që vjen në xhami. Do të lej ty që me dinjitet madh thu la ilaha illallah, që thu ka i Zot ky univers, nuk të lën. Ti kërkoje në Ramazan në veçanti se i madhi Zot do të begatoj gjitha dimensionet. Faljen ja kërkojmë të madhit Zot, mëshirën ja kërkojmë mëshiruesit mëshiruesve. I kërkojmë atij rrezik të madh dhe veprat e Ramazanit të çojnë që të begatoj sunduesi i gjithësisë, as i vlerë se kanë këto. Apo për çfarë i thej atëre? As i vlerë se kanë këto pa dy të fundit, femen zuhziha anin nari udkhila al-jannata faqad faz. Tha në fund e mbylli i madhi Zot konceptin e madh gjigant. Tha kush largohet nga zjarri i xhenemit dhe fiton xhenetin, ka shpëtu. Ka fitu, është beku nga i madhi Zot. Femen zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Tha kush u largu nga zjarri i xhenemit, pra me besimin dhe veprat e mira dhe fitoi këtë sta thot telenovela, ty mos e prit këtë telenovela. Jo, këto fitoi Portugalia, apo Shqipëria, apo Rumania, apo Gjermania, apo Italia, nuk e mëson këtë leksion aty. Jo se është haram, shikoje Gjermani, Itali, shikoje. Po ideja është nuk ta thot këtë gjë gjigande, dhe po kënaqesh për çasti për zhvler pati me shku në zjarr xhenemit. Femon zuhziha, ajeti madh shumë, ta kënaq shpirtin kur e thu, kush largohet nga zjarri i xhenemit dhe fitoi xhenetin e përjetshëm, u begatu. I tha ier profeti, la tansu azimatan. Tha mos i harroni dy gjërat madhështore. I thani i dërguami i Zotit, kush janë dy gjërat madhështore? Tha el jannatu wan nar, tha xheneti edhe zjarri i xhenemit. Si harroni muslimane këto që e ka beku i madhi Zot. Shkoi ier profeti ishte me Muadhin, shokun e vet, dhe pa i person të thjesht. Ai tu u lut. Tu u lut Allahut fuqishëm. E profeti bëri përshtypje. Tha o rob i Zotit. Tha po i dërguami të madhit Zot. Tha çfarë po lutesh?
I erdhi turp aty, u lustej që ti thotë profetit madh. Çfarë ti thosh profeti alayhis salam të kap emocioni me e pas aty. Çfarë ti thosh profetit? Edhe I erdhi turp, thash pyet mua dërgumi I Zotit për lutje. Fjalun jam larg diturisë tënde. Ku je ti dërgumi I Zotit tha? E ku është edhe mas teje Muadhi? A mu tha po më thuti çfarë lutem? Fjalë që më vin kështu të përgjithshme. Jo, I tha profeti më thuj çfarë? Tha oj dërgumi I Zotit, s'dish them dhe I them, I Madhi Zot më jep xhenetin, më ruaj nga zjarri I xhenemit. E qujti të vogël. E profeti alayhis salam, profeti gjiganti I madh I profecisë hyjnore dha leksionin e madh për umetin e tij. Tha or njeri I Zotit, edhe unë tha, edhe Muadhi, rreth kësaj duaje gjithë duat rreth kësaj I kemi. Këtu jemi, këtu. Kjo është kryesorja. Sido që ti bësh dua, sido që ti bësh lutje, sado filozofike, artistike, të bukura, në fund fare, nëse nuk I thum jep xheneti, mryj nga zjarri I xhenemit, çfarë vlere ka lutjet që ti bën? Se çdo gjë do ndahet atje. El jannatu wan nar, o do shkosh në xhenet ose me hasha lillah kur inshallah yadhum billah, me shku me kriminalët. Ka ja jetë madhe dhe me këtë do I mbyll. Ka ja jetë bela, bela është ky ajet. Allah, bela. Shefti kriminal në tokë. Zullumqar, hapur. Vrasin dhe fëmi. Edhe për muslimanëve për I vrasin. Thuti, ku është I madhi Zot? Zguxon ti me mohu, mos e gjithë universin dëshmon që ai është. Po ti thu me drejt, ke hak me thon, edhe mu çu këtu, thu, ku I madhi Zot që s'po ndryn? Po me drejt e thuti. Po jo, s'ke drejt mbasi do ta themun këtë jetë me pyet më. Ajeti I madh është bela e madhe për kriminalët, është bela e madhe për zullumqarët, është bela e madhe për ato që bëjnë zullum tokë. Tha wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Tha mos e kujto kur të madhin Zot si të pakujdesshëm ndaj atyre që po bëjnë krime dhe zullume, po I lën ato deri në ditën që shtangen shikimet edhe syt. Pse shtangen? Kush është kjo ditë e madhe që ka përcaktuar për zullumqar? Se I lën ato. Ka nga ato që bëjnë krime zullume që pendohen dhe kthehen. I lën Zoti I afat. Kush është afati? Dita e madhe e gjykimit. A ti don ditë gjykimit me uringjall, me kriminalet, me zullumqarët, me të këqijt që bën shkatrime në tokë, apo ti don si I njeri me personalitet madh, me besim dhe me vepra të mira, ti je me profetët, me njerëzit e mirë. Ti të begatoft I madhi Zot që je në xhami, ti don me besimtarët dhe me ato që bëjnë vepra të mira, po ti si engjëll, ti bën edhe ti mëkate, bëjmë gjithë mëkate, do I themi Zotit, na fali madhi Zot, dhe do bëjmë vepra të mira se I fshin ato që janë të këqija. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Tha të sundusin e madh gjithësisë. Mos e kujtot pa kujdesshëm ndaj zullumqarëve. La ilaha illa. Ky është ajeti I frikshëm. Sa I po I lën thot deri në ditën që shtangen shikimet. Ajeti mbrapa thot I kanë kokat të ngritura drejt qiellit, as shikojnë njëri tjetrin që janë ringjall, nuk guxojnë me pa në tokë, thot I mbajnë shikimet lart në qiell çfarë po ndodh nga madhështia e asaj dite. Zemrat I kanë zbrazura thot nga çdo gjë, vetëm frikën e kanë të madhe ndaj Allahut xhelleshanu, ç'po bën ditë gjykimit. Neve duam xhenet, e jo të shkojmë në zjarrin e xhenemit. Për xhenetin ka thonë kam përgatit për njerëzit e mi të mirë, çfarë syri se ka parë, veshi se ka dëgjuar, dhe mendja nuk e ka menduar, dhe e mbyll me hadithin e fundit profetit alayhis salam, o të begatofti I madhi Zot se s'po e kërkon, të begatofti I madhi Zot se s'po I lut me atij të madhnushmit në Ramazan, ka thonë futet robi në xhenet, edhe mbaron historia. E kanë pyet Imam Ahmed ibn Hanbal, tha ku arrihet përsosmëria I 100%, rahatia I 100%, se Islami rahati është në këtë botë, po I 100%. Ka thonë kur këmba I dytë hyn në xhenet, se kur hyet aty thuhet o filan, po I madhi Zot, tha të është dhënë jetë, s'vdes më. A është belaja më e madhe vdekja në këtë botë? Ajo pra është, aty ta thot I madhi Zot si siguri, tha riq jetë, se sot ke jetë përjetshme, s'ka më vdekje. I madhi Zot, duhet me I thonë në fakt, I madhi Zot nuk du përjetësi se do flakem. Jo, thot engjëlli që flet, se të është dhënë rini, edhe ti riq jetë se nuk plakesh më. I thuti, po mi mund t'jem I ri edhe I përjetshëm, po unë s'du të smurem se qa vlerë ka. Thot engjëlli, ne po e themi sikur po e pyesim, sa I e thot I herë, po ne po e sqarojmë. Thot ju është dhënë juve shëndet, nuk smureni më, ju është dhënë juve knajsi, edhe nuk do keni më asnjëherë mërzi. Pse mos ta kërkojmë këtë vend? Inshallah I madhi Zot na dhon xhenetet e firdeusit, na rrit nga zjarri I xhenemit. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Alaina ahsan al-kalam wa ablaga an-nizam. Kalamullahi al-malik al-aziz al-allam. Lavdet mëdhaja I bëjmë krijuesit gjithësisë Zotit ton dashur dhe falenderojmë shumë që na udhëzoi në Islamin e bukur dhe të pastër.
Vëllezër motra nderuara, ju begatofti madhi Zot gjumaja e fundit në Ramazan, lutjet tona i dëgjoni madhi Zot, shpresojmë shumë që t'i pranoj. E madhi Zot të qofshim falas, një mos dali sot nga xhamia vetë se na i ke fal gjitha gjinave të jetës tonë. E madhi Zot na fal neve, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I madhi Zot në këtë xhuma mëshirën tënde kërkoj mo me mëshiruesi i mëshirusve. I madhi Zot në veçanti dhe me shpirt dhe me zemër të pastër të lutemi na i begato baballarat edhe nënat tona. Ato që janë këtë botë, i madhi Zot, për këdheli me të mirat e tua, ato që kanë ndru jetë, ndriçoja shpirtin i madhi Zot atje ku e kanë. Zoti i gjithësisë arsimoj, bëjt moral që më fali dhe më shiroj të rinjtë dhe treja tona. Fëmijët që po rriten, i madhi Zot, bëj dietar të mëdhenj të umetit islam, hafiz Kuranit famlar të ruaj ndo nga çdo e keqe. Zoti i madhi i gjithësisë, po të lutemi në Ramazan ditë xumaje, na bëhet vdesim musliman të vërtet devotshëm me fjalën la ilahe illallah. I madhi Zot në çastin e madh që gjithë secili prej nesh do t'i vi kur t'japim shpirt dhe shpirti po del nga trupi, i kënaq me ne o Zoti i gjithësisë. Na jep xhenetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. I madhi Zot, nëse jemi në xhenet, na mund sot ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i lartë, më i bukur, më i madh, të qofshim fal. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa qimus salah. Meditojnë në krijimin e qejve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do t'jetë besimtari pa diskutueshëm. E si mund t'ja humbi sunduesi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas.